Pas falëndërimit të Allahut Azza wa Jall, paqja dhe beqatia e Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammed dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij. Dhe këto ajete hyrëse të kësaj hutbeje do ndalemi vëllezër sot në këtë hutbe me një shembull prej shembujve të bukur që na ka dhënë ne profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhënia e shembujve është një metodë e bukur që ne njerëzit të përfitojmë prej tyre edhe ta kuptojmë mirë situatën, gjendjen, problematikën për cilën bëhet fjalë. Prandaj dhe Allahu Zoti ynë na jep shumë shembuj në librin e tij në Kur'an dhe thotë: "Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Këto shembuj ne i japim për njerëzit, por që dihet që ato marrin për tyre marrin mësim vetëm ata që janë të logjikshëm. Ata që kanë logjik pastër marrin mësim prej shembujve. Shumë shembuj na ka dhënë Allahu Azza wa Jall në librin e tij, po ashtu edhe profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta një nga këto shembuj që lidhet dhe me situatën tonë është ky, për të cilën ai ka treguar profeti jon Muhammed dhe thotë: "An an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qala, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, mathalu al-qa'im ala hududillah wal-waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safina. فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا." رواه البخاري رحمه الله. Ky hadith thënie e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam që është një shembull që tregon rëndësinë e pengimit të keqës. Ai thot sallallahu alaihi wasallam, shembulli i personit të cilit i përmbahet kufive të Allahut. Se Allahu na ka dhënë kufi o vëllezër. Nuk na ka lënë Allahu Azza wa Jall që ne në tokën e tij të shkelim si të duam ne, e të veprojmë si na ka qefi ne, dëshira jonë, siç është në interesin ton të ngushtë, të zullumqar, shpesh herë. Allahu ka dhënë kufi që ne duhet i përmbahemi. Edhe pra është shembulli me disa njerëzve të cilët i qëndrojnë kufive të Allahut, i përmbahen kufive të Allahut, janë të rregullt për pikë. Dhe shembulli me disa të tjerë të cilët bien, i shkelin këto kufi. Cili është ky shembull? Pra kemi dy palë njerëzish. Në këtë shembull na tregon profeti Muhammed kemi dy palë njerëz. Njerëz janë korrekt për pikë, të saktë, nuk shkelin, nuk e bëjnë të keqen, nuk bëjnë zullum, nuk shkelin kufit Allahut Azza wa Jall, edhe të tjerë që e bëjnë. Pra shembulli i këtyre si është? Është si shembulli i ca njerëzve që kanë hipur në një anije. Janë gjithë bashkë në një anije dhe bëjnë short, se cilët do të qëndrojnë lart në kuvertën e anijes, e cilët do të ulen poshtë, të rrinë te pjesa e poshtme. Ata që qëndrojnë poshtë ka një problem se dalin shpesh herë lart, marrin ujë, edhe domethënë krijojnë një lloj bezdije për ata të cilët janë lart. Dhe gjoja duke u nisë e mira, dikush prej tyre që janë poshtë thonë, që të mos i bezdisim më këta lart, duke shkuar e mbushur ujë her pas here. A e hapim një brim tu te anija poshtë, ta marrim ujin direkt tu? Si na duket ne vëllezër me qenë mes të detit, edhe ne duam të shpëtojmë, të dalim brek, e dikush aty na hap një heqi drasa, po bën një brim aty në anije. Si minoni ju, çfarë do ndodh me këtë anije? Do mbytet.
Edhe do mbyten gjithë ata që janë aty. Prandaj thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, po ta linin këtë njerëz, këtë lloj njeriu që mendon kështu, që të hapi brima, do mbyteshin që të gjithë thot. Por nëse do ta ndalojnë, do shpëtojnë që të gjithë. Më shembull i bukur nuk ka. Ndoshta këto fjalë që do them unë më poshtë në hutbe, kam frikë se do të jenë tepërta. Megjithatë, do mundohemi që ta sqarojmë. Allahu Azza wa Jalla ka bërë ligj universal që ne njerëzit jetojmë në shoqëri të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Ku na lidhin shumë vlera morale, sjellje, detyrime, përgjegjësi që kemi ndaj njëri tjetrit dhe në shoqërinë ku ne jetojmë. Prandaj dhe Allahu Azza wa Jalla na thot në librin e tij: Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. O ju njerëz, ne ju bëm ju prej një mashkulli dhe femre, dhe ju bëm ju popull dhe fise, që ju të njiheni me njëri tjetrin, pra që të jetoni me njëri tjetrin, të lidheni me njëri tjetrin, plotësoni detyrimet që keni ndaj njëri tjetrit, të respektoni normat ndaj njëri tjetrit, përgjegjësitë ndaj njëri tjetrit. Pastaj thot, më i nderuari për ju tek Allahu është ai që është më i devotshëm, ai që është më i ruajtur, ai që nuk shkel kufit të Allahut azza wa jall, ai që i përmbahet urdhresave të Allahut azza wa jall. Dhe s'ka dyshim që njeriu është, Allahu azza wa jall natyrshëm e ka krijuar të tillë që ai të jetojë në hijen e shoqërisë së tij, në hijen e njerëzve të cilët qëndrojnë pranë tij dhe askush nuk mund të tregohet i panevojshëm për tjetrin. Pra gjithë secili prej nesh ka nevojë për tjetrin. Dhe s'ka dyshim që një jetë e mirë nuk mund të imagjinohet pa njerëz pranë njëri tjetrit, pa njerëz të cilët kanë vlera, njerëz të cilët kanë morale, njerëz të cilët i njohin detyrimet ndaj njëri tjetrit, njerëz të cilët kanë përgjegjësi, janë të përgjegjshëm, të rregullt, që nuk i shkelin kufit dhe që janë human dhe i përmbushin detyrimet e tyre. Dhe madje shpëtimi në këtë jetë, pra të bëjmë jetë mirë në këtë jetë dhe shpëtimi në botën tjetër, për të qenë prej banorëve të xhenetit dhe për shpëtuar nga xhehenimi, s'ka dyshim që mvaret shumë nga kjo. Dhe s'ka dyshim që anija jon të arrijë në breg, pra kur caku përfundimtar është bota tjetër e xhenetit, por dhe ca i rëndësishëm është dhe jeta e mirë në këtë dynja, ne duhet të jemi të tillë, të kujdesshëm. Dhe absolutisht nuk do të jemi prej atyre njerëzve të cilët e vënë këtë anije në rrezik. Pra të anije të shoqërisë tonë, ku ne jetojmë bashkë, ta vëmë në rrezik e ta çojmë atë drejt mbytyjes. Sepse Islami, vëllezër, ka bërë obligimin, na urdhëron feja jon islame me detyrime të shumta, të cilët janë shkak i shpëtimit dhe i lumturisë dhe janë shkaqe të një jete të mirë, nëse ne do t'i kryejmë këto obligime në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe s'ka dyshim pra që kjo përmbushja e detyrimeve fetare, urdhëresave të fesë, qëndrimi në morale të larta është nga detyrimet kryesore. Prandaj Allahu na thot në Kur'an o besimtar: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna 'alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard." Nëse njerëzit kudo që jetojnë, pra në vendbanime të ndryshme, të ishin besimtar dhe të ruheshin, çfarë do thotë të ruheshin? Ishin të devotshëm, mos shkelin kufit Allahut azza wa jall, ti përmbahen asaj që na drejton, na orienton, na udhëzon Allahu Zoti ynë. Atëherë po të kishim qenë të tillë, pra njerëzit kudo që janë, thot Allahu, ne do t'i çilnim atyre, do t'i hapnim atyre bereqet, mirësi, begati nga qielli, jo shkatrim. Begati, mirësi nga qielli edhe nga toka. Gjithashtu thot Allahu azza wa jall për ehli kitabët, popujt e mëparshëm:
pra qofshin jehud apo të krishterë, të cilët Allahu pati dhënë atyre libër dhe profet, thot: "Walau annahum aqamu at-taurata wal-injil wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun." Nëse ata do ta zbatonin Teuratin, jehudët, librin që Allahu ja zbriti Musës, nëse do ta zbatonin, pra do t'i qëndronin korrekt kushtetutës Allahut, ligjit Allahut, do i përmbaheshin edhe Ungjillit të krishterët, ne atëherë thot Allahu Azza wa Jall, dhe ato që zbriti nga Zoti i tyre, ato do të hanin pra të mirat e Zotit, qoftë nga lart pra si për tyre, qoftë nga poshtë. Pra do të vinë nga qielli, nga toka, do t'i vinin mirësi të shumta. Gjithashtu thot Allahu: "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Nëse do të vi prej meje udhëzim, tu i drejtohet Allahu Azza wa Jall gjithë njerëzve. Pra udhëzim, siç na ka ardhur ne muslimanëve, njerëzimit në kohën e fundit, Kurani, shpallja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse do të vi njerëzve udhëzim prej meje, thot Allah, prej Allahut, ata të cilët do ta ndjekin udhëzimin tim, pra do ta zbatojnë udhëzimet që ka dhënë Allahu Azza wa Jall, njerëz të tillë kur nuk do të humbin dhe kur nuk do të përfundojnë si të hidhëruar. Pra nuk do të humbin në këtë dynja, nuk do të jenë në rrugën e gabuar. Të jenë në këtë jetë do të kenë mirësi, do të kenë jetë të mirë, edhe në botën tjetër do të jenë të lumtur, do të shpërblehen me xhenet. Individi musliman besimtar beson se sa më shumë afër të jetë me Zotin e tij, pra në çështjet e besimit, në çështjen e praktikës fetare, dhe sa më shumë pasues ndjekës i përpik ndaj profetit Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sa më i mirë të jetë ai në familjen e tij, në punën e tij, me komshinët e tij, aty ku shet, ku blen, në moralet, në sjelljet e tij, s'ka dyshim se gjitha këto sjelljet e tij do t'i kthehen shoqërisë në të cilën jeton me të mirë. Kështu që individi musliman i përpikt, i devotshëm, prej tij nuk ke për të parë zullum, armiqësi, mendjemasi, shkatërrim në tokë, dhe nuk ke për të parë prej tij neglizhim ndaj detyrave që ka, nuk ke për të parë ti njerëz të cilët e thyen amanetin, edhe madje nëse ndonjëherë ndodh që besimtarët dhe gjithë janë të dobët, që ai të rreshqas në momente dobësie ta bëjë ndonjë gabim, ai nxiton më një herë të pendohet tek Allahu Azza wa Jall dhe të kthehet tek Allahu Azza wa Jall. Pra kështu duhet të jetë shoqëria, e përpik që të fitojë atë shpërblim që ne përmendem nga këto ajete. Mirë, po do thot dikush, pse na shpohet një ania? Pse ne rrezikojmë të mbytemi? Pse ne jemi keq? Pse ne nuk jemi aty ku duhet? Allahu Azza wa Jall thot: "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas." Në tokë dhe në det është shfaq shkatrimi, ka shkatrime të shumta. Pse është kjo? Bima kasabat aydi an-nas, për atë që bëjnë punët duart e njerëzve. Allahu Azza wa Jall nuk i bën keq njerëzve, por i vjen ky dënim për shkak të punëve të tyre. Liudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kështu Allahu i bën ata që të shijojnë diçka nga puna e vet, pra ta shijojnë një farë dënimi, një farë vështirësie, një farë sprove. Për atë që kanë punuar me duart e veta, ndoshta do kthehen, ndoshta do t'i thresin mendjes, ndoshta do thotë ku po shkojmë? Ç'është kjo që bën? A është kjo e saktë? Dhe vëllezër, nuk është problem për të shkatruar shoqëritë që të devijojnë gjithë shumica e njerëzve. Por mjafton të jenë pak shkatrimtar, pak individ shkatërrues, keqbërës. Dhe Allahu Azza wa Jall, Zot na ruaj, përfshin gjithë me shkatërrim. Imagjinoni popullin e Themudit që na ka përmend Allahu Azza wa Jall në Kur'an. Popull i madh. Allahu i kishte dërguar profet. A e dini se sa veta ishin ata që e nisën shkatrimin dhe që
Për shkak të tyre u shkatruan tërësisht si popull, Allahu i shkatroi i zhdukut gjithë si popull. Thot Allahu: "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard wa la yuslihun." Në qytet ishin 9 persona, të cilët shkatronin në tokë e nuk përmirësonin. 9 vetëm. 9 keqbërës, 9 kriminal. Sa mufsidin, sa shkatrimtar ka në këtë vendin tonë, në këtë shoqërinë tonë. Zoti na ruaj, na uzoft gjithë. Prandaj thot Allah pastaj: "Fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna damarnahum wa qawmahum ajma'in." Pastaj shiko si ishte përfundimi i të keqes së tyre. Ne i shkatruam që të gjithë, madje dhe popullin e tyre e shkatruam. Do thot dikush se i shkatrun këto të tjerët. Thot Aisha radhiyallahu anha: "O i dërguari i Allahut, anuhlaku wa fina as-salihun." Mund shkatrohemi ne gjithë edhe ka në mesin tonë njerëz të mirë, se gjithë secili prej nesh do thot, po unë nuk jam nga shkatruesit tokë, unë jam duket vetja i mirë, Zot na fal. Nuk e mohojmë të, ka shumë njerëz të mirë. Po a mjafton? Thjesht pse ka njerëz të mirë, kaq? E thot, a do shkatrohemi ne dhe në mesin tonë ka njerëz të mirë? Po, thot i dërguari i Allahut, o Aisha, nëse shtohet e keqja. Po, nëse nuk ka njerëz përmirësues, nuk mjafton të jesh i mirë, duhet të jetë përmirësues. Duhet ta ndalosh të keqen. Duhet të urdhërosh tek e mira. Duhet i ndalosh të përpiqesh që ata njerëz që mohojnë Zotin e tyre, krijuesin e madh. Ato që ja ka dhënë gjithë të mirat. Ato që i ruan nga çdo e keqe. Duhet që këta t'i drejtosh tek e mira. Ata që kanë lënë pas dore fenë Allahut, duhet t'i tërheqësh, t'i thresësh. Normal, në mënyrë më të mirë. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Të rrit për në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshill të mirë. Duhet të përmirësosh e pe një të keqe, sa do e vogël të jetë. Përpiqu ta ndreqësh. Ati që po e bën, ndale. Thuaj ndal. Çfarë po bën? Po jo, se kjo ose ajo mendim se un kam punën time, ose mendimi pse po përzihem un, bëj çfarë doja ai, nuk përzihem te punë tjetër. Ai thotë ti fëmijës tënd të shumë shtëpi, kur ai bën një çik rrëmuj të vogël, jo, direkt i flet, i kritikon, madje edhe i vërtet e kap dhe për dorë. Kështu duhet bësh me të keqin në vend. Njeriu që mendon të mirën e vetes dhe të shoqërisë ku jeton, du ta kap për dorë. Si puna e atij që do shponte anijen, e kapën ato, e ndalun. Kështu dhe këtë bësh, ai që bën këqija të vogla dhe të mëdha, ai duhet ndalet. Allahu Azza wa Jall thot në librin e tij: "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, la bi'sa ma kanu yaf'alun." Kjo është ajet madhështor Allah. Thot Allahu në të, ata të cilët mohuan prej beni Israilve, u mallkuan prej Daudit a.s. dhe Isës, 2 profet, prej profetëve të mëdhenj të Allahut. Daud dhe Isa, biri i Mërjemës, i mallkuan mallkuan popullin e tyre. Ta 2 profet të lartë, Daudi dhe Isa. Pse? Pse i mallkuan? Për shkak se ata kundërshtonin Allahun. Nuk ju bindshin, ishin kundërshtar të Allahut, të profetëve të Allahut, të shpalljes Allahut, të ligjit Allahut. O kanu ya'tadun, dhe njerëz të cilët bënin keq, ishin keqbërës. Po kush ishte e keqja më e madhe këtyre vallë që bënin këta? Pra siç e thot Allah në fund, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Ata nuk e ndalonin njëri tjetrin nga një e keqe që bënin. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Sa vepra e keqe kjo e tyra. Pra nuk e ndalon nga kjo si puna jon. S'pun kam unë. Ti e ke prindin tënd, e ke të afërmin tënd, nuk beson madje fjalët më të këqija për Zotin, për profetin, për Islamin. Ti nuk i thon as i fjalë. Hanë pin me të, rri aty. Ka devijime të shumta. Ose
mund të jetë edhe në rrugë të keqe. Mund t'i bëj padrejtësi të tjerëve, i merr pasurinë të tjerëve me pa të drejtë, i shkel gjakun, domthon fizikun të tjerëve me pa të drejtë, i shkel me pa të ti, sikur jo po hyn ke punë të ti. Po nuk është e drejtë kjo. Nëse ne si shoqëri krijojmë këtë lloj koncepti që s'do hyj ke puna tjetrit, po ti nuk mos shko gjurmosh sa bën ai në shtëpinë e tij. Ty hysh ai ke gjërat personale, individet që ka. Ama kur dëmi i tij ka arrit, ka myt qytete, kur dëmi i tij ka shkatërru, ti thua jo s'do hyj ke punët e tij. Kjo s'është as pak normale. Allahu thot Allahu në Kur'an: "Wa ma kana rabbuka liyuhlika al-qura bi dhulm wa ahluha muslihun." Kjo të qenurit e një njeriu të tillë vëllezër që ne t'i themi të keqes ndal, stop. Kjo është gjë shumë e dobishme. Sepse na shpërblen Allahu Azza wa Jall, edhe një nga shpërblimet më të mëdha është që thot në këtë ajet Allahu: "Dije se Zoti yt nuk i shkatërron vendbanimet, pra njerëzit me zullum, pra padrejtësisht, nëse banorët e saj janë përmirësues. Janë drejtës, pra janë njerëz të cilët përmirësojnë. Okej, nuk themi ne, do themi që po si, ne nuk mund ta bëjmë 100%. Ama ne të përmirësojmë, përpiqemi, sado pak. Gjithsecili, aty ku është, në pozicionin që është, në pozitën që ka, me kompetencat që ka, me forcën që ka, duhet përmirësoj. Se ndryshe pastaj i kaplon ndëshkimi që të gjithë. Kjo është nga cilësitë e bukura të besimtarit. Allahu thot: "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu, ulaika sayarhamuhumullah." Besimtarët dhe besimtarët janë miq të njëri tjetrit. Ata urdhrojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja, e falin namazin, e japin zekatin, i binden Allahut dhe të dërguarit e tij, të tillët do t'i mëshirojë Allahu. Pra nëse duam ta fitojmë mëshirën e Allahut, faljen e tij, do të jemi të tillë të urdhërojmë për të mirë, ndalojmë nga e keqja. Elusim Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukur, atributet e tij të larta, ta bëjë prej besimtarëve të tij të sinqert, jo vetëm besimtarëve të mirë, por prej besimtarëve përmirësues. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Besimtari musliman vëllezër në shoqërinë e tij duhet përpiqet që të formojë lidhje të forta me individët e shoqërisë, lidhje të forta të cilët bazohen mbi të vërtetën, të cilët bazohen ose ngrihen, lidhen mbi dashurinë mes njëri tjetrit, me mëshirën ndaj njëri tjetrit dhe bashkëpunimin në të mirën dhe largimi nga e keqja. S'ka dyshim që edhe sidomos në kohë të vështira, në sprova apo bela, në fatkeqësi, ky lloj bashkëpunimi ose ky lloj afrimiteti, dashurie duhet të ndjehet më shumë mes muslimanëve. Dhe Allahu Azza wa Jall na urdhëron të jemi të tillë, pra bashkëpunojmë në të mirë dhe të gjendemi njëri tjetrit në vështirësi. Prandaj thot profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndaj çdo muslimani është detyrim që të jap sadaka, do të ndihmojë, pra të jetë bamirës, bëj bamirësi ndaj tjetrit. Ata thanë: "O i dërguari i Allahut, po nëse nuk gjen, pra nuk ka çfarë t'japi, nuk mundet të ndihmoj." Thot atëherë le të punoj me dorën e tij, me dorën e tij i bëj dobi vetes tij, pra të punoj që të sjell të mira për veten e tij, pastaj prej kësaj që fiton le të bëj bamirësi, pra të ndihmoj, të japi sadaka të tjera. Atëherë i thanë: "O i dërguari i Allahut, nëse nuk ka mundësi, pra nuk mundet ta bëj këtë, nuk gjen." Atëherë, pra nëse nuk është as ndonjë, po themi nuk ka atë ditë, po themi një ditë nuk ka as punë që të përfitojë diçka për vetë të ketë ardhur të japi sadaka me të, atëherë çfarë të bëj? Thotë të ndihmoj atë që ka nevojë, pra gjente dikën në rrugët, ka një nevojë të vogël, qoftë edhe
po themi të shtysh makinën, po japun si shembull, e të ngjashme siç ka në hadithin e tjetër, pra ti ngarkoj barrën në kafshën dikujt tjetri, qoftë edhe këtë sadaka që duket e papërfillshme, duhet ta bëj. Thanë nëse nuk gjen, pra sepse besimtari çdo gjë të mirë, nëse mundet ta bëj, duhet ta bëj vëllezër. Çdo bamirësi që mundet ta bëj, duhet ta bëj. Nëse e ka mundësinë, e ka kohën, pse të rri? Pse mos ta bëj? Sepse këtë do të gjej në ditën e gjykimit kur takohet tek Allahu. Por më e pakta atyre thot, nëse nuk bën astë, le të punoj mirë dhe le të ndalen nga e keqa. Minimumi o vëllezër, o besimtarë, njerëzit, paktën sot nëse do të zbatonim këtë fundin. Nuk po kërkojmë shumë domosdoshmë. Ti bëjmë ne njëri tjetrit gjithë ato të mira që duhet t'i bëjmë. Pra një nga një do. Po të paktën te kjo ti nuk do t'i bësh keq tjerëve. Nuk do t'i bësh dëm tjetrit. Sepse domethënë kjo të shumë njerëz në shoqërinë tonë fatkeqësisht mendohet sikur ja hedhin lehtë kësaj. Nëse për shembull ai vjedh në tendera të mëdha që nuk llogaritën ato. A nëse i bën padrejtësi tjetrit me hile, edhe duket sikur ja hedh pa lag, edhe në fund fare do të thonë që unë s'po bëj asgjë. Unë si bëj keq asnjë, unë jam njëri i ndershëm. Unë s'ka prova asgjë për mua. S'mund t'ja hedhësh lehtë, ja hedh njerëzve, por nuk ja hedh dot Allahu te Zoti. Ja hedh gjykatës njerëzimit, por si ja hedh gjykatës para Allahut te Zoti. Te koncept ne e thënë, unë shumë njerëz duke ne thonë nuk bëj keq, mjafton s'bëj keq. Ama po ta verifikosh pak. Po të hysh ai bën pafund nga mjesi deri në darkë, se nuk është e lehtë o vëllezër mos bësh keq ti. Sepse e thon ato letë vjetër edhe fjalën e bukur. Çdo hap që bën ti bën keq. Ndoshta kjo nuk është e vërtetë, po mesazhi është ky, që ti duhet të kesh kujdes në ditën tënde, në mëngjesin tënd, në hapet që bën, në jetën që jeton, që mos bësh keq tjetrit pak. Sepse kjo e keqja kur është edhe e vogël fare, bëhet një ditë keqe të madhe, deri aty sa tham siç e përmendëm më jetën, shkatrohen popull, shkatrohen shoqëri, njerëzim i tërë, të dëmtohen njerëz pa mas, pa numër. Allahu na ruaj të vëllezër nga dëmi që i sjellim vetes tonë dhe nga dëmi që i sjellim të tjerëve, edhe madje jo vetëm njerëzve, por nga dëmi që mund t'i sjellim dhe gjallësave të tjera të pafajshme që duhet i dëmtojnë. E lutim Allahun me emrat e tij të bukur të na udhëzojë në rrugën e drejtë, në rrugën e Islamit, në rrugën e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam.